Njëri pallat ka balkone, ka pamje nga deti dhe nga Korfuzi, tjetri pallat nuk ka balkone dhe ka pamje nga një pallat tjetër para. Në vitet 2010, enti banesave vendosi të ndërtoj këto dy pallate në Sarand, në të cilën, siç ju mendja, në njërin ishin sarandiotët, të cilët ishin të pastrehë dhe që u takonte të merrnin apartamente. Në tjetrin, atë me balkone dhe me pamje nga deti, ishte një familje Noka, një familje Kunatit Noka, një familje Baxhanakut Noka, e disa familje të tjera, të cilat pavarësisht se s'kishin lidhje me Sarandën, jetonin në Novosej të Kukësit, jetonin në Bruksel, jetonin në Tiranë. Befas dolën jo vetëm me pasaportizim në Sarand 3 muaj përpara se sa të ndaheshin shtëpit, por edhe me apartamente si të pastrehë në Sarand. Kishin miliona, kishin miliarda, këtë nuk e di. Ama nevojë për të qenë pastrehë nuk kishin. Ky është flamur Noka. Ai flamuri i cili nuk di se kur është ngritur flamuri, nuk di se kush e ka ngritur flamurin, nuk di se ku është ngritur flamuri, po di se kur është ngritur pallati i entit banesave, kush e ka ngritur pallatin e entit banesave dhe se si ato apartamente nuk përfunduan në pronë të nevojtarëve sarandiot, por të jo nevojtarëve kukësian. Flamur Noka është epitomia e se si s'duhet të bërë politika. Këtë që ju po e shihni sot, në fakt nuk ka nevojë që unë ta denoncoj me letra, se në Partinë Demokratike ku denoncimi është një pasion i zjarrt, e kanë denoncuar kolegët e tij në SPAK dhe është një ndër gjërat për të cilat hetohet flamuri pa bisht që nuk di se kush ka ngrit flamurin.